Mos të ka ngri? Ato ka ngri, a? Na shqiptar ka më të kënë ngrit na em. A po, a? Fal na em. Po këta shkrin Arktikun, Antarktikun. A ka që sa qipi se më pas ka bot teftil. Po. Pa kastriot jeshta? Po pse tu ka bot teftil? Vesh pak të gjujë mënyrë artistike këto. Kastriot? Thumë pishka. Këtë që të rënkon dërëje. Ako ma, kastriot? Thumë pishka. Shumë i mirë jesë ja këto. Ta hozak. Ha. Ma, janë gjitja? Më të më thonë shumë i mirë që këtë zeda se të mirat jati. Që shkëm? E je mirë? O pasha! Ta shpreshteves janë shumë trima, mas pari. E dyta një të po ta me dollë se a ke po kur të kije njështë që ke punu me ta shumë, për doshta me i kalzue. Ky është taj që ma ka thonë atë në nshkrimin, më ka thonë ky let hecë, dhe më thonë folë tina. Që mundesh me lujti diçka. Dhe më thonë ky mundet me lujt me konë aktor. Ata ka thonë si Aslana si Sofia, për të dyat. Për në atë ku, ma ka thonë dhe si aktore të lujt ka dur sa të për në të. Ka së qëshje? A je mirë? Mirë për dokesh? Faleminderit shumë. Pa mua që tash ka halushim, më tha lidhjes pas kanë qenë puna, më tha lidhjes pas kanë qenë. Qëre, fjallë të halkut, birat e gardhit, autobusat e këto s'nalen. Autobusat? Se që letësojnë, me rëndësi, para syve le të të mirë, ma syve për mu e në hunë letësilet. Edhe treni s'nalen. Ka së qëshje? Na i shfaqa, na i, është i vetë me regjisor që i bërë shfaqe na i re në terre, e boni një hendi shfaqe në terre, thash, bërë diçka për dritë, se këtë ty ben piku këtaj. Ja i mira kastrioti shumë. Apo do me nejtë këtu, edhe pak kena me folë edhe pastaj kena me pas kongë. Apo do me nejtë këtu? Ja, se ja u prishi seriozitetin e mohabetit se ka shumë sene kë për një me folë, e unë e sa artë rikë të vesh për zina si biber. E biberi mirë për lëkt nuk është. Më duhet të them për Sofien këtë rast, apo Adnanin, kur ka pasy në audicion, kemi pas nga një letër me shkrua, asine me qenë se ishte, nuk e kishte aktrimin e krym, unë këtë notët ja dhash njësh. Mirë po e kemi pas një rubrik poshtë vrejtje, edhe aty e shkrujta. I vetëmi prej 150 personave që ka në hy në audicion, është i gatshëm dale minirem para publikut. Pra kemi të bojmë, edhe pse deshta me ino, ta largoj prej prallës, nuk mujta për shkak zotësisë dhe aftësisë që patat nani. A, ku betën, na mori. Ja, do të kalojmë në azil, i je i vetëmi që ti kanë dhonë letrat edhe e këthy. Po. Është një rrugë tjetër që vynë shumë gjatë që ta spjegoj tërse mënyrën se sa kum dalën. Kam dalë me një vajzë të Pelenës, veç vetë kum kalu kufinin në për malë, sa atë nuk lejojshin me kalu. Ishte bore madhe dhe kesh, po e qyshin vdekja bardh, kesh të vdek nga të ftoftit. Po që vdekja bardh mjekësin, nga të ftoftit me vdek shtu për ato është mirë, sa ai sheh veç bukur, në gratë, bardhësi. E moj mend momentin se unë në trup e kum di në gjëtësin, vetëm se kum pas gjumë, mu flike, dhe a i vajzat e Pelena ishte fuqishëm dhe e kuptot të medicinën se jom ka përjetoj vdekjen e bardh. Edhe kishte fuqim mirë kem që ke në kom kështu. Ajo qika? Kishte atë fuqi. Edhe kur më rënëm, ajo dollën do njerë Shqipnijës në morën, dhe një plak me një Mercedes i Shqipërijës në morë me kërë dhe në qoj tërë të vendi kur i rëshim azil. Në ditët një vëjem, po a tregoj këtë histori, ndoshta pak po e lakoj, po se është shumë e rëndësishme, plaku kishte nostalgji shumë të madhe për Shqipërien, edhe të filloj të më tregoj disa kaseta, disa filma, edhe më tregoj se ky aktori, e këshërshmi filmin 14 vjeç dëndër. Tha, ky aktori që po e lumë priftin jam unë. Ishte Gjemil Tagani dhe tash këto ditë jam të pase Gjemili është i mjaft i lumëtër dhe shumë mirë është të nejtë në Tiranë, është këtu i prej Gjemili. Nga Zilante, sa e bukur. O, sa e bukur qenë ka. Mire, bukur është edhe ajo fakti që i ke marrë letrat, i ke fitu letrat për cilat luftojmë dhe e këthy. Drejtën me të thonë, nuk kam qenë ndjekur nga policia, po une, kur dhash deklaratën atje për azil,
tha se po mdjekin policia dhe me marë sot me lexua deklarat, del se unë e kom qenë këtu ma i fuqishëm se i ma dhe Adem Dema që kom bo problem. Në fakt kisha dhoni një deklarat gënjeshtër se nuk më ndjekje kërkush mu në Preshev. Ata të besun Ata besun dhe unë shumë shpejt njerëzit që prishin ka 6-7 vjetë për t'i marrë letrat, mu mbrenda një kohë e shkurt më thërën telefon edhe më thanë se ka dalë pasaporta Gjermane dhe duesh me ardhen me marrë këtë pasaport. Thash, u mërzita shumë, e pash vetën se kam punu pula, bajsh mi ngarkosh mi shleperat me gajbi, ishte një punë shumë e rëndë, ka 12 shlepera, i ngarkosh mi dhe e pash që këtu nuk mund të kom perspektiv ma tepër, atëre kur shkova të socialom të ata të busqeshën se ti e fitove pasaportën, duesh me marë pasaportën, unë thash, du që të regoj se unë e kum rejnë, deklaratën teme nuk kum njek mu kërkosh atje, unë du të këthejna, nuk po më vim pasaporta Gjermanë. Sepse kom vendosën bëhem artist, po nuk e kum di që e regjisor, apo këton, se ishte edhe një nëzitës tjetër, Gjemil Tagani që ma futi në gjekë... Që të këthejesh për me studiu për artist, për aktor që ke pretendu. Për aktor. Mirë, u bone regjisor, i realizove gogja do dëshira kështu, me vështërsie, gogja i nga dalë shumë që ashtu të kom prezentu, njeriu që hecë më nga dalë, po që arrinë sakt e sigurt, edhe ke realizu shumë drama, edhe ke fitu shumë qmime, Kasret. Po, tani veç që më nuk mujmë i kujtu krejt qmimet, po kom fitu shumë, po do t'i përmendit disa ma dashunat, ka qenën, sa po fillova fakultetin e artëve, ishte skena Edhe unë kom pos fat që Perëndia ma ka sjell që në vitin 2005 të futën në librin e rekordeve të Ginisit, që në atë kohë është quajtur libri i artë i Ginisit, se libri i rekordeve të Ginisit është i formuar në vitin 1955, ndërsa në 2005 u bë 50 vjetori i themelimit, dhe ata të librit të Ginisit më thanë është fat Ti je në jubilej. që në jubilen, domethënë libri i artë i Ginisit, se çdo 50 vite është libri i artë i Ginisit, çdo 25 vite është i argjenti. Dhe është fat i yti që ke sfidoni rekord të librit të Ginisit Në 50 vjetor dhe e fut në librin e artë të Ginisit. Duar trokitje. Akim, a ke provu në herë se tha Sofia, e t'ju të mos t'ju mbesin borç, i kemi prezentuar disa herë, këta janë krenaria e arshme e Kosovës, janë edhe sot, janë klubi boksit, boksi ka qenë gjithmonë prirës në sportet kosovare, Gollaku, i këta janë të mirë, se unë jam Gollak. Ajo Sofia ta qetë nërmend edhe pyetjet mrapshta. A ke provu në i herën dasëm, ose kur kënohet ritëm me lujt me... Ajo vetëm shatë të motivon më tepër. A veç motivon më shumë? Po, gjithsesi. Po me ba me ta kënu në një kongë ty rrethe me tu dredhua ty, a i bjen në topit me... Po, gjithsesi, pa me knarësi të ta godas. E me ba me valzura ashtë edhe të tjerë, më mundu me ta prish koncentrimin? Do të ndërlidhja një rast e isha pa shku në Gjermani në një rekord të botës dhe shkova të profesorin Vergjinolli të testuem njërë para prake dhe në salë mi pruni një 5-6 studente dhe në me top në kokë duke goditur topin edhe ato studente të silëshin rrëth meje. Sillu, kur unale se mund topin nuk umroke. Edhe tani më tha profesori, tha ko kështë i pregaditur pëse që kesh, tha tepër, tha për këtë rekord, tha. Dhe esta tha, më tutje se kimi mbrita suksese shumë. Kur ta qës topin unë në kokë, nuk shë tjetër. Ajo, shë tjetër, ja, nuk shë tjetër.